Okej. Ku jemi këtu? Këtu jemi te kasollja e Galigatit. Këtu jemi është kasollja që kam për zojt. Këtu rri gjithkohën është man cave, my man cave kinda. Okay, above ground, because cave is like shpel poshtë në tokë gjasë me anë mala. Kjo është për jashta direkt. Kjo është kasollja, më duket se e preva shumë, kasollja e zojtve, këtu kam zojt i gjithë, por nuk ja u tregoj do tani, nuk e kam skuadrën time me vete, kam vënë një mikrofon, I hope funksionoj, më mirë ta vë çik më lart, ta kem pak më afër me gojen. Po që kemi, si keni kaluar? Vajtëm ko pa folur, kam qenë shumë busy, sepse kam përfunduar një edition, kishte futuni në Facebook, shikoni gjitha fotot. Ishte 7.5 foot ceiling, e bëra vaulted ceiling, dhe më në ngrita si pas si që shkon të rufa, doli beautiful, kemi vën dy skylight ishin, s'kishte skylight doma, dy skylight ishin me, ta shikoni dhe na i qikte, se jam shko, flamingos everywhere, një flamingo për shko në plazh, flamingo dhe tjerë këtu ka shqyër sytë altin qapo bën, thonë, am flamingo everywhere. E kemi vënë dy skylights të ka i edition që bëm bo skylights, kanë qenë solar skylights dhe janë rain sensor, beautiful man, beautiful, amazing. As soon as po t'i lësh hapur, sa bie një pikë shi, pam, kanë sensor shiu, direkt mbyllen vetë, by itself. Edhe no wires, nothing, it's everything solar, me diellin, punojnë me diellin, me remote control, me panel diellor të vogël që e kanë vetë mount, po it came amazing. What a project. Anyway, për qa jam këtu sot? Qofse më keni ndje, po për flamingot, për qa do jemi, dua të them dhe unë opinionin tim, kanë thënë gjithë altin ku je, s'kemi dëgjuar. My turn out to tell you the truth. And to tell you what I think, my perspective, what's going on in this matter, in this situation. Qa po ndodh konkretisht dhe cili është mendimi im. Mendimin tim ja u kam thënë për Sazanin dhe për Zvërnecin që para 3 muajsh mos gaboj kur filluan ato zhurmat e para. Kur filluan zhurmat e para, llafet e para tyre, unë jam për projektin. Dhe është një projekt gjigant. I shikoj gjithë rininë, gjithë popullin që ka dalë atje në shesh. Shikoj që kanë dalë në shesh, 5.000 veta mbase ditë për ditë, 5.000 veta, sa kanë, 30 ditë, është $5 bilion investim. Këta 5.000 veta duan 35 ditë t'i numrojnë ato lekë, se nuk i numrojnë dot. Kështu që kanë dhe 5 ditë kohë për t'i numruar. 5.000 veta, të numrojnë $5 bilion, duan 35 ditë t'i numrojnë. Ta shi të hedhë qik nga ky lëngun, dhe me që thatë ju, do you really think, me gjithmën me ndoni se dua t'ja di unë, apo do t'ja di ndonjë se qa whisky është, ai që do të pi, doesn't care, unë kam Maker's Mark tu, po catch what I'm trying to say, kape këtë që dua të them. Ai që pi whisky, do t'ja di se çfarë whisky është? He just wanna drink, ai vetëm do të pi. He doesn't care what doesn't matter to him what kind of whisky është. Ku dua të dal? Dua t'ja di unë. Do I care? Më bëhet vonë apo s'më bëhet vonë mua se kush do ta bëj rezortin atje? Për sa kohë që rezorti është në të gjitha parametrat e mundshëm dhe të bëhet sa më i bukur, që ti rezistoj kohës, të bëhet like rainforest, do you think I know and I care se kush da bëj? Jared Kushner, na e morën izraelitët. Man, I need the $5 billion, I need the whiskey. I don't care what's the last name, Kushner or Maker's Mark or Halo. I need the $5 million to be invested in Zvërnec. Atje, çfarë më shqetëson, po e them dhe njerë, çfarë më shqetëson është kjo gjë. Të bëhen të merret gjitha masat për ruajtjen e biodiversitetin, për biodiversitetin e zonës, për pelikanët,
Pelikani ka shuret, pelikani thonë dhe këtu në anglisht, kurse dhe për flamingot, që edhe flamingot të venë në plazh mos ikin, si ky flamingo im që kam këtu. Prandaj është e domosdoshme investimi $5 bilion. Foli për këtë kishim këtu, ju do keni parë edhe Reelsin që nxora, kisha fola direkt live vet me deputetin e zonës Ardit Bidon. Me deputetin e zonës me Ardit Bidon e kishim live për emisioni tonë dhe çfarë ndodhi nuk fola në WhatsApp edhe ndërkohë po rekordoja në WhatsApp edhe e kisha marrë pa zë, i thash ati Vlad më dërgo zërin dashi, e kisha marrë vetëm incizuar video, se kisha marrë zërin, I don't know, the thing did not sync well, midis WhatsApp, telefonit tim edhe laptopit tia, something happened, do ta kemi shumë shpejt atë këtu. Follow the Moskva, down to Gorky Park, listen to the wind of change. Tell me to the magic of the moment. Me një nga këngët e mia më të preferuara, Scorpionsat, Wind of Change. We are feeling it all, we feeling it everywhere in the world. Të gjithë ne shqiptarët po e ndjejmë në gjithë botën erën e ndryshimit. Po t'ju thot Altini, do jetë shumë e vështirë. Nuk keni çaj bëni Ramës fare. Nuk e them për të demoralizuar, po është like a very, very hard situation. Ai ka hedh spirancat aq keq dhe është futur si oktapod tentakula, është like crazy, tentakula i ka zgjat ka kapshu, është like crazy. The other thing, qa doja të thoshja, aq shumë i ka futur tentakulat sa s'ma do mendja se keni për ta rrëzuar. Ditë e para ju trëm jashtë mase, ditë e parë. Dhe vati në Apollonin, my hometown, vati në Apolloni që mbajti te amfiteatri atje, se qa po thosh, qa po fliste, për para njëzë i kështë mbledhur ata të bashkisë Fierit, në duket se kishte atër socialiste Fierit, I didn't pay too much attention, pash në përil se reagimin e ti si reagonte, si men ishte e pa parë, kështë aluar fazë tjetër, por tani, më duket sigur setull, nuk i bëhet vonë fare, shikon protestën që protesta këtë ka, si mund ta them, që protesta nuk po del jashtë vetes, protesta po mbajt aty 5.000, 10.000 veta protestojnë në mënyrë shumë të edukuar, nuk përleshe, nuk hedhin bomba molotov si që ka Saliu apo gjëra më tash kundrejt kryeministrit që bën flakën, dhe ai kënaqet me këto, kënaqet se i ka si argëtim. Për sa kohë thot nuk kalon atë kufiri që bish musulmosh te kryeministria te këto, you fine with me thot. Je në rregull me mua thot. Ju kam qef, rrini aty thot dhe një 60 ditë tjera, 3-4 muaj tjerë thot. I prishet erezia fare. Nuk i prishet fare. Që e ka shitur Shqiprin, t'ju thot Altini, kushdo nga juve që ta marri në dorë qeverin, të bëhet qeveri teknike, bla bla bla, la, asnjë se bie më në isla. Gjitha gjërat janë dhënë, Shqipëria është dhënë, janë marrë gjitha masat, kuj do i kaloj X gjë, kuj do i kaloj Y gjë, ti dhe unë nuk bëjmë do të gjë fare. Po është bota është drejt globalizimit, kështu do do ngrihen resorte everywhere, po ti ke këtu në Amerikë, bukurie jetës me, në Greqi ke gjithandeja. Bidua kur po më thoshte është rreziku jon, por flisja me deputetin Bidua, ju pëlqen, unë kam preferencat e mia, më pëlqen mënyra se si artikulon. Zbashkohem janë tjera gjëra. Po flisja, pika me largët me Greqin, tha, është Kroacia, tha. Ku përplasja turizmi, tha, po janë shumë larg nga njëra tjetra, tha, nuk e ndjejnë rrezikun e njëra tjetrës maç. Kurse Shqipëria këtu do bëhet zvërneci edhe ishulli i Sazanit, greku e ndjen jashmase më shumë. Okej, në një moment në Greqi ke 3.500 anije, në Shqipëri 2-3 anije ke nga turistat, se në Shqipëri vin budget turizm. Jam dakord dhe me këtë, po ka ardhur momenti, ku dua ta vë pikën, ka ardhur momenti, po e them edhe një herë, që
të bëhen investime gjigande kolosale në Shqipëri. Është koha e Shqipërisë dhe pse duhet ta humbasim. Të vi resort si Amarani të bëj resort me 7 yje, çfarë them unë, duhet të merren vetëm masa të bëhet 2 kaç. Like Rainforest, we got a Rainforest here, like a restaurant here. Rainforest Hotel, 2 stories, no bigger than that, all wood, të bëhet i gjithi me dru, dhe me pemë mbuluar, me palma, me everything, që mos të bëhet noticeable, që ta shikojnë pelikanët e të krijohet. Pastaj, këta që po e ndërtojnë, nuk e ndërtojnë, kur ndërtojnë Amerikani, man, I'm telling you, ja kam thënë dhe njëherë, është God send me, ka dërguar Zotit i investoj në Shqipëri. Sfërnesin, po qa do bëni? Do ta bëni koqofole, 2 dynym janë të mijat, se më kanë rënë mua 3 dynym janë të mijat, do ta bëni atje pirë Selmani nënës këtë qaj më para, qebaptore gjithandeja. Çfarë u vjeni natë shqiptarëve? Shqiptarëve u vjeni natë, ne e kemi në gen, ju pëlqen apo s'ju pëlqen, te kjo do include veten time. E keni parë ke filmi Rrethimi i vogël, kalos Kadri Roshi, ku kalosur ky i madhi fare tjetri, nejse kalos Olga, Kadri Roshi, ku kalos tjetër, gjithë ata aktorë të njohur, kur vjen ai Timo Floko, ka qenë Timo Floko në rolin kryesor, kur vjen Timo Floko në shtëpi i thot ajo teto Olga, qa bëre, i thot e kështu, ja e ka luma, lumadhi ti, tha, as për veten tënde si e. Ne të gjithë, se cilin a ne nuk kemi problem, kjo është laf shumë i madh ky, është fjalë shumë e madhe, që do doj shekuj të shpërngullet, nuk kemi ne aq të pastër, duhet shekuj të shqitet nga shpirti e nga zemrat e nga mendja, nga truri shqiptarit. Like, mbahe vesh këtë fjalën, lumadhi ti as për veten tënde nuk je, as për veten tënde. Ty të qojnë dhe mua të më qojnë, më bëjnë kryeministër, here pari do shkoj xhepin tim, nuk gjen dot njerëz aq të ndershëm. Nuk gjen të prish leku, men, është i pa parë. Të prish, you can control it, it's too much. Very addicted. Të gjitha ata që kanë dalë atje, do jenë rrallë, shumë rrallë do jenë, që kanë dalë, që janë, sot Altini 99%, gjithë janë KÇK, të gjithë KÇK, qa do kapim. Dhe unë, Altini dhe po ja u them, midis djallit që nuk e njoh, po e theksoj, between the devil that I don't know, the devil that I know, I choose the devil that I know. Zgjedh djallin që njoh, këtë djallë Edi Ramën, tani të futet se ja njoh dorën djallit, që vjen asua trimash të aji, leren i djalin, se e njoh djalin që vjen asua trimash. Do you understand or not? Ne jemi të gjithë ashtu, të gjithë ata që janë në miting atje, ju pëlqen apo jo, janë KÇK, ure dalen se u hapën mos kapim dhe nena i gjë. Do ju tregoj një që të vite kjo fjala, më mirë djallin që njoh, se sa djallin që nuk njoh. Pse e them këtë? Unë i ndjek shumë, më pëlqen jashtëmase filmat që kanë histori dhe po ndiqja Abdylamidit. 1900s movie ishte sultani i fundit dhe ndiqja me kuriozitet gjitha veprimet çka kishte bërë gjatë pushtetit të tij sultani Abdylamidi. Njëtat probleme dhe gjatë asaj kohë, pa i nuk bashkëpunonte as me Rothschildët, as me francezët, as me anglezët, me asnjë. Dhe këta gjithmonë i bënin kurthe për të rrëzuar perandorin. Ambasadorët që ishin aty, of course, në linjë me shtetet e tyre, për katse, sulmonin gjithmonë perandorin. Edhe vete një nga këta vezirët, Facebook, krau djathi tia, vete i thot se kaq shumë kishe bërë ai ambasadori anglez sa e kishe mbushur kupën. Kështu backdoorin e më thet, thashe, lëviste ato makinerit e tia që kishte për të bërë për të rrëzuar qeverin, për të rrëzuar sultanatin Abdylamidin. E veje njëra këta, krade djath Abdylamidi thot,
na këta pashalart. Sultani imi thot, ky ambasadori i Anglisë thot e ka mbushur kupën thot. Pse nuk e nxjerr person non grata tha. Ta ndjekësh. Pasha imi thot ai. Pasha im, sa të më dërgojnë mua këta në një tjetër, dhe unë të filloj t'i kap fillin, se si ma doja i që t'ma kaloj ujnë në rogose, të bëj poshtira më dhe, këte e njof, tha. E di se si i bën këto, tha, se që më ka hyrë të në synë qerpik. Këte e njof, tha, e di, tha, lëvizjet që bën, tha, dhe në qa mënyre do që t'më kapi ma, tha. Prandaj, tha, më mirë kam këte që e njof, tha, se sa një tjetër që nuk e njof fare. Kapisko, e kuptoni ku është thelbi gjithë muhabetit? Prandaj, ju them, të gjitha ata po e përsëris dhe njerë që janë atje në Shqipëri dalin miting në thënë, le që shumica po e përdorin për rrjedh sa për Facebook, ja japun me garanti. Me garanti, jam unë me Ramën? Fare si jam me Ramën. Edhe Bidua Biles, deputeti i zonës, më tha, le të protestojnë për çfarë duan. Gjas me ati nuk po i vinë në mendje se për çfarë duhet protestoj populli. Populli ka fucking 35 vjetë s'ka ujë dhe drita, ju fucking telling me, I don't know, të protestojnë për çfarë duan, whatever the... Okay, se he couldn't mention it. Se po ta mention it do kishte probleme. Po të thoshte në një lap për çfarë duhet protestoj populli atje. Flamingua mbushi kupën, nuk është Flamingua Sebepi. Flamingua mbushi kupën, u mbush like man, what are you doing? Pensionet katastrof, ujë dhe drita, s'ka punë për rinin, tërë po ikin. Po bredhi. Rrugve të Evropë, ti po merë Bangladesha se më thërë thash nga sin urbanët, po është ajo që ju thash në fillim globalizimi, këtë nuk e stopon dot. Nuk e stopon, ca vinë, ca ikin, një del, një Spiro Evangel, thej. Themi të KÇK-ja. Po këta që nisen, në qofë se them KÇK për ata atje, edhe këta janë KÇK në katror, këta janë latar, fare këta që nisen nga Amerika për e na Italia, na Greqia, unë nisën në Anglia, janë katastrof fare, plako, këta janë dopjo KÇK, në katror, plako. Hajde thonë se u hapën dyrta ndje, ma se kapin në një, fillojnë e dalin për emisione, që ti shikosh, e dalin për ca emisione e këshu, jo po unë serdha, unë po, men, lere atë, dalë thot mos na thresin dhe ne, mos kapim në një, se u pasuruan tërë, ma se na bje dhe ne telebingo. Shajo që ju thash, ore, të gjithë me ndojnë për vete, hajde ma se hedhim dorën gjekundi, kapim në një, e bërje i legeni ati mos ta bëj une, morje i kajq mos marë une, po une, ku jam, kam dekur unë? Turë me vrap, jo, mos besoni dhe mos qasni asnjë, doni të luftoni ju atje. E këta që ka nikur këtej, e që shajnë që këteja, e që dalin këto demonstratat këtu në Boston, jo demonstrata, që bëj mitingje këtu në Boston, bashkojmi ne me ata, se ata na ndoqën e, ku të ndoqën ty ore, më falë që të temor, ku të ndoqën ty ore, se do thoshe një lapë, ku të ndoqën ty? Ty të ka nderuar zoti, të ka në lotarin amerikane orë, të qash botën. Take your time, qa bën atje në demonstrat në miting që po bëndi për mbështetje të atyre në Shqipëri, ik në shtëpi, iko ka punë e dytë, ik merë me kalamajt, ka punë e dytë, ngri familjen tënde, ngri jetën tënde. Shtoti aty gam, si qëni tërbuar. Iko brënda atje, ik ka punën e dytë, punon në i vend, me lek, putin qep, hec për para, bli një shtëpi, live American dream. Bli një shtëpi, buy something, this, that, create the whole functioning system for your whole family, krijo ato që do. Qa? Easy orë, baj një komplet koltu që aty e ullut e patu e re që ke bërë e ri për qevo, pi e marë si shëmbull, se unë se kam patu në ere, po mero një atje dhe ullu, pje një birë në backyard që të vej gjak e dhjamet, kënaqe shpirti, ulle pje një dopjo whisky, and then what? Fuck Rama, and who created Rama? And you own me after 27 years, e unë kom të bëpën qëpë. Fuck you, let me tell you again, fuck you, edhe jo vetëm këta, and I'm sorry for my language, po jo vetëm këta i dalin këtu në Boston, po dhe ata atje në New York, disgusting, kanë ardhë këtu të doli 50-60% të doli që marrin ndihma në Amerikë, 50, filluan gjithë po dilin, no, that's the reality, Alkim se mbron, jo, nuk e mbroj, qa janë defekte duen thënë, nuk duen kamufluar e zbukuruar e hidi, mutit nuk i e do të lule lartë, se i still gonna smell, man, se mulon do të mutin me trënda fila. That's it, man. What are you talking about? Qa bëjnë ata në New York? Ko Shqipëria, vini këtu,
60% me ndihma. Massachusetts State është shtet Massachusetts është social state. New Yorku social state. Marrin apartamente, pagojnë $200-300 në muaj, nothing, instead of paying $3,000, pagojnë nga $300. Nuk dua t'i akuzoj se janë gjithë, po janë gjitha gjëra që na shqetësojnë ne. Më fal për shprehjen, e shkërdhejnë Amerikën para e mbrapa, nga ndihmat, e me lekë të ndihmave që marrin pagojnë paymentin e Mercedesit. Edhe vende demonstran, Amerikën da shkërdhejun, do ta degenerojnë atë ranët. Po Shqipërinë e duat virgjë. Mos ma prek Shqipërinë, aman, se duat virgjë Shqipërinë. Se duat vi atje në Shqipëri të ka do rezortet që kanë bërë ata, që ka bërë me nder muta i atje, bën dhe tunel për atë. Ore, muti ku vete, më falor për shpe, muti këtyre ku vete, i gjitha ti rezortit matë që ka bërë. E s'ka sistem ujrave zeza. Ti vete në banjo jashtë, delte kodra për të vaj, ndet vete më përpara me nder fekalet ndet se sa vete ti për t'u larë. Lajni të dy njësoj zhyteni. Are you alright, man? Lëret vi Amerikani ta bëj atet. Me që isha te këta shqiptarët këteja. What are you doing, man? Go get another job, man. Go get another job, man. Be a shoulder for your family. Paguash bilat, se dhe jeta është bërë gjithande e shtrejnë. Jeni në Terezia, po s'jeni. Miting prap, support aty në Shqipëri. Lërni Europë të atje. Pse nuk regulon Rama, ujnë dhe dritat, po nuk e regulon nëse me atë marrin zgjedhje çdo 4 vjet. It's the same system here, same bullshit in America. They save something. Every 4 years they save something. They don't do everything. Nuk bëjnë çdo gjë. Se po të bëjnë çdo gjë, mu ka 35 vjet, me atë mbajnë atje, dhe tubacionet janë fucked up, duhet i bësh të reja, po nuk i shikoni ju? Këta ndërtojnë njerë, pasaj ndërbejnë infrastrukturën e ujtet këtyre poshtë në tokë, ndërtojnë rizortin një. Tekin lek nga bankat si s'ka ku t'i qojnë, pasaj fillojnë dikin, hapin e bëjnë atje si mirimang e bëjnë me ato linjat e atyre, pasaj fillojnë shtrojnë ujnë. Pirë Selmani nënës këtë qajnë para. Qëndroni larg këtyre që vinë nga jashtë. Qëndroni larg, po ja u them këtyre që vinë nga jashtë. Janë totalisht, në qofse në Shqipëri rëmbet me 2 duar, këta janë për 4 duar, plako, këta janë të papërmbajtshëm. Lëri atje ku janë të punojnë. Dhe që mbredhi mikin ka vaj tani e protestoj, ka marrë në Amerika unë ka marrë në Kanadaja. Get the fuck out of here, man, we don't need you. We don't need you. Edhe shqiptarët atje nuk na duan ne kur vem që janë këteja. Është njësoj me izraelitët. Izraelitët që janë atje në vend që luftojnë me këjan, me Afganistanin, me Libanin, me ata tërë, nuk i duan, do më thënë, izraelitët vendali, nuk i duan, ma ankoj një kom shiuim, edhe billin këtu e kam izraelitët dhe billi, po ma ankoj, ata izraelitët atje nuk na duan, ne izraelitët këtu në Amerikë, ta. Edhe është i njëjta, është në human genome, është e njëjta situatë. Prandaj I them këtyre mos të venë dhe atyre që janë ati mos I lini këta që u vinë në Amerika. Fare, as në Angli, as në një vend tjetër. Kanë dorë akoma më të rëndja, u thot Altini. Se janë KQK, se s'dije qa ndodh nesër. Ti futem njerë bam, marë tiki, se s'dije qa bëhet nesër. Tjetër qa duhet thoshja. Resort që I me 7 hyje, ja u thot Altini s'ka për të bërë ndonjë në Shqipëri. Dhe special I ta marri kjo Gerard Kushneri me Ivanka Trumpin. Kur kam qenë në Washington DC, le që kanë, nuk lën këta që tikin flamingot, olla. Nuk lën këta që tikin flamingot, se këta për atë po ven atje, do bëhen në I fusha golfit bukra, do bëhen 2 resortet bukura apo një, like amazing, nuk kam qenë të këto të këtyre. Unë s'jam paralli, unë jam qejfli. Nuk jam paralli. Unë dua gjën e bukur, kur vete se jam construction worker, kur vete me pushime, duat vete tek maja e gjerit. Dhe tani I thash asaj gruas që, dhe si ju kam folë për pushimet gigante, unbelievable, I thought I was in Mars. Thash se isha në Mars, në planet tjetër, jo në Utah, Arizona. Anyway, asaj I thash, më mirë 10 ditë dhe si mbret, se sa 20 ditë edhe t'jem këshu në për këto koqofole, që mos meret vesh në këto dore 7 hotelave, që rrinë këshu fli vetëm 2 shek në shesh. I can handle it, thash. I'm a construction worker, jam construction worker me pislek edhe në zoo, në kop zoologjik jam gjithë ditën. Këtu I thash, kur vete me pushime, dua everything perfect, high class I thash.
edhe drinkun vinë ma bëjnë atje në tavolinë e gjithat jetoj si konti, thash. Kur kanë vajtur tek, next me White House para 5 vjetësh, next me White House ka qenë hoteli Trumpit, e mori, ka qenë post office, e bëri gjigande, kanë vajt me familje, futuni shikoni se janë gjitha, my Facebook it's open, shikoni çdo gjë. Shikoni dhe projektin në construction project that I just finished, shikoni dhe ku kam qenë tek hoteli Donald Trumpit. S'po ju them për lekët, po ju them për se të gjithi paguajnë. Që janë këtu në Amerikë, që duan qik qef. Ka paguar atje 3 net $750 nata. Kur kanë vajtur te banaku, le që hap derën, merr valigjet, Mr. Hello, how's your family, edhe këto. I love that shit, man. Drop the keys at the valet, they park the car. Ti merr lart nga dhoma, I thua vlla ma bëj çik makinën gati se erdha, which room number? Jo, Mr. Hello, your car it's ready. La, ba, zbret poshtë, hipën, bam, done. Vemi tek hoteli, këto që ju thash, më thot front desku, një burra, thot mu Altin, thot, nuk e kemi atë dhomën që kemi prontuar dhe i ke faturuar ti, po të t'japim, tha, Ivanka Trump Suite, tha, që e ka dizajnuar vet Ivanka Trump, tha. Thash, me që të shikojmë që me familjen e një 4 veta, tha, we gonna put you there, tha. Even like crazy, the room from 750, që I was paying, po pagoja 750, dhoma vajt 1300, 1200, 1300, 1200 e ca, se ishte shumë e madhe, ishte me office, huge hotel room, është Ivanka designa, Ivanka Trump. Thash, thank you very much, dilnim, bridhnim në për Washington, 3 dit, kur erdi ditë e 3, you tell me now. Kur erdi ditë e 3, vajtëm zbritëm poshtë, se nuk I kishin marrë lekët nga karta, vetëm e kisha bukur. Si kishin marrë lekët nga karta. Kartën e kishin ata atje, numrat ato, gjitha I kisha lënë front desk, në file, dhe duke qenë te front desk, I them all set, we're gonna check it out, morën valigjet e mia, I paketuan ata, I futën makinë, kalamajt. Më thot ajo, goca më thot, gjithë bili jo, tha, vene dikute $2,200-$2,300 për 3 ditë vetëm hoteli, tha mua, andihesh ti, pyetje saja. It's like, in the kind of situation, like, më mirë, vende kishe e buke, erdhe, e bëre. Po shiko pyetje saja, këtë dua unë të kem në Shqipëri, kur të vi. Pyetje saja, Mr. Hallo tha, si ndihesh me të paguash $2,300 për hotelin. Are you okay for me to take that step, ta hedh këtë hap që të charge kartën tënde? I thash motra be, edhe thank you very much. Edhe aty nuk e charge në kartën, më pyetën mua si ndihesh, mos kisha në ankesë në gjë. That kind of treatment I need when I come to Albania. I love that kind of treatment, man. I fucking love it. Ju të regoj historinë a Shqipëria që të vjem, se më tha njeri mua pse s'vjen në Shqipëri, tani që ika, ula piva kafe me I mik, thot mua Altin, tha, pse nuk vete ti bësh pushimet, tha, në Shqipëri, tha, po ikën këtej. Se këtu I thash, respektohet leku im, I thash, le që më rrinë pronto të gjithë, I thash, rreth e rrotull, se I dua këtu dhe më bëjmë freski, I thash, kur vete me pushime, I thash, respektohet leku, thash, respektohet individi, respektohet krau im që kam punuar, kam vdekur atje, kur vete këtu, toni ju të regoj historina Shqipëria, që më tha një miku im, vete ai, vit për vit me pushim, jo se unë s'do vete në Shqipëri, do vete se është vendi im, ja u kam thënë gjithmonë, sa t'ulem, do pus tokën e do qaj, kam 27 vjet pa vajtur, like I'm gonna feel it sometime, më mbushe në syt me lot, njëherë se I ka la muhabetin u bë feste flamurit tu, u shkëmbeva rrugës isha në punë, ishte ditë e shtunë, u shkëmbeva rrugës në Saugus, më mbushën syt me lot, kër u shkëmbeva me gjitha makina me flamurat shqiptari, binin Borie, Skaloni, se këshin ngrit flamurit shqiptar në Boston. Po vëndin tënë duhet ta duash me dashuri, jo dale se u bërë muj, hajde të kapim qatë kapim, këtë. E na dalin këto filizat nga Kanadaja, nga Amerika, nga ku ta di unë, Evropa, Angli, New Zealand, Australi, ku të kapim ose zemna I vem. E qa thonë tani s'ton pastaj, men.
Ne më thot ky miku im, thot ky miku, pse s'vete në Shqipëri? Thash, dua të respektohet leku, i thash, po, shiko çai kishim bërë një miku tim. Një miku tim tjetër, çai kishim bërë. Vete Altin u thaj, veti me gjithë kunatin me Airbnb, kapën 2 apartamente mu në Lungomare. Kam dhe televizorin këtu, se rri shikoj dhe zoj, shikoj dhe televizorin. Rri në Lungomare, tha, ai hop, po punon ky mikrofoni. Në Lungomare, tha, pronotuam 2 sa, u futun poshtë në parking Lungomare, u fut ai kunati im, se ai nga Shqipëri, tha. Jo, jashu, me biznes, me kështu pjoj, sa bën parkingu? 2.000 lek, i tha ai, a 5.000 lek, whatever. Sa vete unë dha, të lutem, i thot ky shoku im që kam këtu, miku shtëpis, thot lutem, i thot për parkingu, 10.000 lek, i thaj. Pa i njohur kunati, pa i njohur ky. Ati dha me 2.000 lek, 3.000 lek, 5.000, whatever, këti sa e gjoj që me kultur, këmi respekt, me këto, të lutem këshu, 10.000 lek. Ore, like, të dalësh në robat, dhe në lartë në apartament. Me në tjemun atje, shërë me dynjan. Dhe në lartë në apartament, ku i kishin apartamentet. E po, sa u futëm në thaj, sa u fucking futëm në apartamenta, sa u futëm në apartamenta. Shpër në plaçkat, hapa se robi pra tëre dhe hapi dhe në balkonit, tha, dile jashtë, shikoja qik, tha, detin këto, tha, na kështë marrë dhe malli. Kur gjoj u dha i sapa der në balkoni, dola 2-3 minuta, 5 minuta, tha, kur gjoj der në shpis, tha, bum, dera. Vajta unë me vrapa, hajde, thana ta se po bie dera, i tha. Vajta unë e hapa derën, tha. Kur shikoj pronarin, tha, këtë të Airbnb, si na kështë edhe në apartamenti, tha, një plak, tha. Shikoj këtë, tha, ti der në balkon, dhe mban der në balkonit hapur, po kondicioneri punon, qa bën ashu, qa bën... Pir, men, hajde ri këtu brenda me mua, me familjen time, bedhe ti se o ti pagojnë pushimet, hajde ri këtu dhe los me der në balkonit, me lëror, sa dorë, sa u futa, sa pakin futa kemë në shpi, dola në balkon, qikoj se na këtë më kap qikat fladin e detit. Bub, dera, hajde kondicionerin. Kam hap kondicionerin, tha, qa lëti der në balkonit hapur, tha. Oh my god, it's crazy, man, crazy. Shikoj tjetërën, pushimet e Shqipëris, shikoj pushimet e Shqipëris. Nuk është për ti bërë reklam të keqe se ka, ik, se do thua ti ik, pagoj ti ati ato 700, prap s'kam për ta marrë atë servis. Prap, në 1.000 jetëve, do ti të kesh servis Shqipëri, sa ti ikësh, kape që kamarierin dhe guzhinjen e së vla, $50 ti, ju dua këtu promo dhe tavolina. Për qa do gjë, kjo ishte paradhenje, kur të vjeni atje do merrni tips tjetër. Dhe cet, dhe kap në një vendandeja që mos të ketë këmë robi se, është e pa mundur, historira plot, okej, se raste sporadike, po jo të kësaj natyre. Vete një miku im tjetër që ishte këtu në Amerikë, histori doni jo? Kemi mikë shpije dhe këta, botin. Sa vajtin Vlorë, se është dhe nga Vlora, sa vajtin Vlorë, vla, do bënde një party. Bënde një party, nuk e di qa se bepi kishte të sot Altini Aro, no, mblodhi të ratat të tjetë, do bënde një party, një dit lindja, something, maroj party e këto gjerat, e dollën bas partit nesme, thaj, vajtëm të pinim na i kafe, të hanim na i gjithë tjetër në një vend. Vajtëm dhe ka i vendi tjetër, tha, dhe sa u futa atje, tha, se i pashta. Sa u futa atje, i thash, i bëri porosi atyre, duaj një, për mua, makarona me fruta deti. Edhe i thot atyre. Po t'gjo këtu, i tha, shiko ku ka rritur, men, ku ka rritur. Makarona me fruta deti, kam gërë unë që atëri na $500 në Jornufur, ku venin të fjerakët. Më falë, shtunave dila, por nuk i hodhe fruta deti brenda, i tha, nuk t'i ap leket. Like, can you fucking imagine ku ka rritur t'i futesh në lokal? I thua ti dua makarona me fruta deti, por nuk i ke hedh fruta deti brenda, se nuk i hedhin ore. Fare, tha, janë zero fare, vetëm bien makarona, tha. Dela i pronari, më shikon të mua në këshu, tha. Ore, më qargje, vere çmimin e pjasë $20, ola. Po më vë bjerë makarona me fruta deti, ola. Më bjerë vjetë makarona me salcë. Makarona me salcë edhe me parmigiano cheese, ja makarona me salcë parmigiano cheese. Me fruta deti, ja me fruta deti, ola. I ka të ndara bota, ore. Nuk të le njeri, ore. Jesh proces. Makarona me fruta deti do edhësh 100 gram karkaleca,
50 gram oktapod, ku ta di unë, 50 gram kalamari, sa e kanë? Kanë 300-400 gram atë, I don't know, se mos po s'ja kam iden, mase është 200 gram. Ato 200 gram do ndahen në proporcion të parabart me gjitha asortimentet e detit, nga kalamari, nga little fish, apo qatë të altini, oktapod të veckël, karkaleca, do hedhësh gjitha atë që ketë atë shportën e saj që ta enjoysh. Del nga rrobat o shoku. Del nga rrobat. Del nga rrobat. Shko qa më ndodhi këtu ku isha tani në, ju të regoj altini, qa më ndodhi. Qa më ndodhi në Page, Arizona, ishim në Hilton. Në Hilton Hotel në Page, Arizona, amazing man. Nuk më pëlqeu më shumë kjo Cable Mountain Lodge. Kush vete në Utah, kush vete në Zion Park në Utah, Cable Mountain Lodge ishte like amazing man. Only wood, your apartment, kisha apartamentin tënd, near the creek, smoke cigar, pije whisky, aty anë është një reket vogël, një lumi të vogël, ishte si creek që i thon këta, 20 fit i gjerë, 30 fit do vetë qenë i gjerë. Po shoh qa më ndodhi kur isha në Page, Arizona, që vajtat e Horse Shoe. Ore bën biznes bota, bën nuk merren me këto cicimicet që merremi ne shqiptarët, ore. Nuk merren me këto pislëqe që merremi ne shqiptarët. Jeni në rregull ju apo jo? Bëjmë biznes, ore. Qofse si përmbush hoteli detyrimet të shlyej veten, nxjerri fitimin, brenda asaj që ti duhet të kënaqësh customers, të kënaqësh everybody, të ketë atë rrogën e mjaftueshme e tërë, të marrin rrogat sa në caktuar në nivelin që janë këtu në Amerikë, si e kanë, sepse i ka aplikon punë tjetër pastaj, mos rri aty po s'pëlqeu. Po si përmbushi këto detyrime të gjitha që janë, shportën e gjerave, të make dhe klientin ta bëjë happy, then close it. Prandaj mbyllën 30 hotele Hilton, apo mbyllën kaq shumë, mbyllën, mbajnë vetëm këta 20 cop që janë, që ja vlen, që kënaqin njerëzit, që edhe këta bëjnë qef dhe ata bëjnë qef, që janë për të vlerësuar, dhe ai boti e bën çik lekun edhe klienti kënaqet. Qa më ndodhi? Bub dera në mëngjesit. Dhoma ishte kryevepër, sot altini po ishte high class, nuk ishte për pushime për hiking. Prandaj këto kur je për hiking, merr na këto Mountain Lodge cables. They are beautiful, wood everywhere, me një porch të vogël, përshtatur afër lumit. Nejse, ishte high class, kryevepër ato dhomat, gjigant televizori, dhoma nga krevati e ndarë me një si studio të vogël, kryevepër. Në orë 9 mëngjesit, ne ishim tull se brillim gjithë ditën plako në Antelope Canyon and everywhere, Horse Shoe, se ishin atje vërdall. Lokalet gjigande, vini ta bëjnë koktejlet, taurina, shikojni se kanë postuar cana dhe. Kur pup dera orë 9 mëngjesit, unë kësha vënë atë që mos na disturbin, do na disturb. Ky boti po provonte me qelës, me na këto karta ta hapte. Për një moment se unë se kisha vënë atë grepçen tek dera, veta atje qohem se isha ullur në koltuk, ndërkohë se qa shikoja në televizor, qohem dhe vete dera me vrap, qa është ky dhe po mundohet hapi derën. Veta dhe dera, ai e hap derën dhe unë e hap derën. Ase të qenë qunë, ky që pastron dhomat, what the hell you doing, man? Qa bën? E shikon këtë letrën këtu te dera? Ma falë, sir, I'm sorry, whatever, do you want me to bring you anything to drink? I didn't pay attention, I'm sorry, but I have it in my book. Se kanë atë librin qira dhoma do pastroj gjatë ditës. Ke parasysh po unë kam zët, kur është se do rri 3 net në një vend, what they gonna clean, man? It's just me and my wife. Qa do pastrosh? Qa bëjmë natë? I ain't doing party. If I need you, I call you. If I need a towel or something, or sheets or something, I call you, or pillow, whatever, I call you, man. I'm sorry, okay, thashu, no worry about, po se pe këtë letrën I didn't pay attention, tha se po shikoja këtë kartën që më ka dhënë, këto dhoma duhen pastrojnë. Nese, thash, vete poshtë. Aty neve na chargin ja $30-40 për parkimu. E makinën, se kisha dhe makinën e kisha marrë si package, me gjithë makinë që të brodhëm, se brodhëm ja 1300 milje. I ram, bëm Giro, Varavingo. Anyway, edhe vete poshtë tek, nuk vajta në atë ko, pasi kaloj të nesme vajta
Thash ati, shikoj, thash ati Frondesu, pata një incident me atë qunin, me atë këta të harrova dhe emrin, që a i thonë room services e këtyre që merren me pastrime me këto. Qa më tha mo? Këshu i thashu në ndodhi. O vlla tha i, na këto 2 kartat i kani lunch ta me free drinks ta, i keni free cocktails ta, keni dhe lunch nga ne, tha, ulluni aty ku doni. E ke parasysh tek restoranti i hotelit gjigant, restorant amazing, biles kam postuar foto atje të koktejleve që bënin dhe whiskin kur e shërbenin me qershi brenda, me pa krip, me gjë. Oh my god, ishte like amazing. Dhe parkingu tha, sa ditë ndorish tu, thash unë 4 ditë, 3 nights. It's all taken care of, don't worry about it. Like, can you fucking find that kind of service in Albania? Can you find it? I didn't push for anything, nothing. I just said like, kur e reportova tek hoteli, e raportova se s'doja me njëri të më badhërte. Let me get my 3 days, 4 days here, and that's it, bye. I don't want anybody here near me. Or my room. My room, it's mine. If I need you, I call you. Don't put me through a 12-step program, motherfucker. Because I ain't gonna follow it. This is how I fucking do it. Get on with it. Your room is mine for 4 days. When I leave, it's yours again. You know what I'm saying? But what I'm trying to say is like, it's about the service, man. It's gonna take time. Është vetëm rreth servisit. Do marri shumë kohë në Shqipëri, se nuk të vinë elit në Shqipëri për të bërë vacation. Dhe tani që ne kemi mundësin për Elite Resort in Albania, do not fuck it around, man. Do not. Protestoni për çfarë të doni. Protestoni për the shady way that it's made possible. Si po i koordinojnë gjërat me fshehur, me Aruba, me këtej, me andej. Në këtë allegedly është futur dhe vetë presidenti Trump. E dini që është futur vetë presidenti Trump? Presidenti Trump liftit se këta 2 vëllezërit nga Siria, Fratello Dinero, që shja bëndet segi atyre, këta 2 vëllezërit nga Siria, që thoni ju trima, nuk bënin do biznes që kundi se ishin frozur asetet. Dhe me që i gjeti Ivanka Trump këta me Jared Kushnerin i mori, Donald Trump i allegedly ngriti gjitha sankcionet me Sirin, tha leri të bëjmë biznes, thuet që allegedly vetëm për këta, që këta të bënin rezortin në Shqipëri. Po ja thot Altini, ne shqiptarve na ka rënë telebingua për këtë resort. Ziuni me Zamir Manin apo me ata tjerë të andej, por i lini këta të Amerikës. Protestoni atje Rama. Telling me, kur ka dal, I hate it, man. I hate it. In a meaning, s'po bëjnë gjera për pensionistët, për ujnë, ka so mash të protestojmë që mos t'i kthejmë mbrapa. Një pyetje kamu. Ti i vetmi që ke mbajt fjalim në parlamentin, qaj ka Izraeli, parlament apo kongres, I don't know much. Anyway, në kongresin Izraelit, Gju, se ku ka Gju, where is the Jew, where is the Jews, is the news. How come? Në atë kongres ka mbajt vetëm fjalim para kongresit Izraelit, kjo ma nëziu jetën, se qa kam një këtu, s'po e i do. Ka mbajt vetëm Rama dhe presidenti Amerikan. I bezisa ju e me këte vetëm. Vetëm Rama dhe presidenti Amerikan. Simple question, why you? Okay, presidenti Amerikan e dim, Donald Trumpin. Why you? What did you do? Simple question, pyetje me thjerë s'ka. Qne të morën ty, që të flisje para parlamentit, qau ke dhen atyre, qau ke premtuar. Why happened to you? Pse ata pikërisht të morën tyja? Pse pikërisht të morën ty? Simple. How did you pay for it? Money, land? You tell me, how did you pay for it, man? How did you pay? How did you get there? Not like, it's something, it's not right. It's not right, tell me. Make it, expose it, like make it, tell the people.
demonstrata që po bëhet në Tiranë, mitingu duhet të përshkallëzohet. My final thoughts about this, because it's the time I'm gonna wrap it up. I gotta take care of my birds, I gotta feed them. What time is it? 3, oh, we got time. 5 o'clock is the game. Demonstratat që po bëhen në Tiranë duhet të përshkallëzohen. For me, duhet përshkallëzohen. Nuk është, ashu është vetëm ha buke qoftë, ti isha unë si Rama, e di që do beja, do porosisja dhe një 20-30 në këto qebaptoret, ti thosha qa janë këtu në miting, vlla, hajde meni lekët tu, se e keni qeku na mua këtyre 20, këtyre qebaptoreve që janë me rrota këshu, coffee trucks, ikni atje se e keni na mua lekë t'i mbani me të ngrënë me të pirë. Duhet qa përshkallëzojni tash. A jeni përrëzuar qeverin, jo dire 30 ju dhe asgje. I brim në ujë. Mut me qep, që? Falë për gjumë për merdi. Që e? Nothing. O give a fuck. Qojt një deputete andeja në Trylyçka, në Italia, në komuniste e do vete në Shqipëriun. Po si nuk ju thash, plako, më disgusting që kam parë, shko qa bën dhe Rama dhe qeveria. Po Rama, se ku ka qeveria atje, unë s'njo asnjë nga emrat atje. Fare, dhe atje ardit bido si thash, o bla, ne qojmi një mëgjes, qojmi me lajmet për Shqipërinë dhe familjejme, se kemi 30 vjetë këteja, dhe familjejme dhe fisi im që është 80, që kemi, bëhemi gogjat, 80% e fisit jemi këteja. Me po ca qileku më i madh, tërë që të mbare qik flam, me po ca qileku më i madh. Qohet mu që nano del dhe bën një emision kastile për t'i kthyer për Edi Rama, sepse Edi Rama para një jave, a 2 javë që e ka përmendur atë ngella këshu i habitur, thash, is it for real? Duke dëgjuar video të ndryshme, Joe Rogan bullshit, ndoli në punë, më del edhe kufjet unë dhe dëgjojmë del dhe mu që nanua. Me dis Joe Roganit e kush ishin këta, Dairi CEO e fucking PBD e dhe mu që nanua. Mu që nanua kështë dalë për të përgjinjështruar fucking Edi Ramen. Pse? Se i kërkoj unë tha, dhe unë që kishe filluar para një vite i gjys, filluar me lëpirje bythe Edi Ramen, se në Shqipëri, I'm telling you, in Albania, doesn't fucking matter what you finish the school for, as long as you got the strong, ke gju po pate gju të fort, do ecësh për para, t'ja lëpish mirë bythën atyre që janë atyre Ramës edhe të janë të tjerë, t'ja bësh bythën, t'ja mbarë dzicë tërkonë. Dziz, gjua ka rëndësi që a shkolle ke mbaruar. Po je i fort me gjuën, i kam thënë gjithë që kërkojnë në Shqipëri me kem takuar. Mos vedi them se mori peropia shkollën, do harrosh për qa ke mbaruar. Ke mbaruar vetëm për gjuhologji, për gjuhë, për lëpirje, shirje bythe. As gjë tjetër, ta mbash dziz, ti edhe shte dororance, atë ke për të lëpirja 4-5 vjetë. Tet mund që nanua, kështë janë një vite e gjysë lëpin dhe vetëm pjusë në Edi Ramës. To që janë po këqy me këto emisionet, si ndikja kastriot qipin, më pëlqen qipi se i merë sakta këte nga Amerika. Kështë vajtu Ramës në zyrë, me erdi mu që nanu a tha në zyrë, tha para një vite e gjysë, më thotë mua, nuk mere mu. Imaginoni ju se këta janë 4 hurë të tërë. Thotë mu që nanu a mua tha i, nuk mere me këta, nuk rri më këtu, tha, I hate this place. Më shtrijet në koltuk, tha, po miro që mbirë qeni, mira i që u shtrin koltuk e këtu, po ti, sa i ka fituar këtë, e ka që konfidencë me ty sa u shtrije u bë, për qa i thua ti këto tani, që u shtrije u bë. Po si e leti atë pislek atë maskara që smere mund të dalje atje, thot që smere u me këtë popull të vuajtur. Smere u me këta, me këtë place, me këtë këshu, I got, it's enough. Aju motherfucker, thash, aju motherfucker, e nëzori kokën, e bën Edi Rama, e bën ambasador në Zvicër, në Dzicër, e bën ambasador në Dzicër, në zyri atje. Miku kujtoj se do bënde lek, do mbathej mirë, se kështë kaluar dhe vetingun me gjithë shoqen, e kujtoj se do dhe në andjet qetsoj, bënde dhe na i lek, na i matra pas lek. Allegedly, themi allegedly, se mos na arruan bari na i, mush nanua. Thotë, ja jep Edi Rama. Thot ik beu atje, e pa shoku miku që nuk nëzori gjë, që s'kishte gjë atje, s'kishte lek. Fakin e da qak makun. S'kishte lek, u kësuje pra mbrap, shfiloj të shante Ramën. E kështë shat pra, populli bëbëbëbëbëbëb. O, pis lekoj ndyrë, po këta janë një fucking preri, është e një ta gjë që ndodhi me Gjuzepinën. Gjuzepina që na vuri mina, Gjuzepina Topalli, same fucking thing, i vete ideali në shpi, i thot, ma, babaja ti shoku tim,
Papaja ti shoku tënë pa punë dhe ti s'ke thënë, tha jo, se janë një motherfucking piece of shit people, man. Janë të njëjtët. Dhe s'dua të ndaj veten ajo, po ne jemi të gjithë njësoj, plako. Jemi të gjithë njësoj. Ku të marrim se jemi, ja u kam thënë që në fucking podcastin e parë që kam bërë. Ne shqiptarë të problem kemi. Jemi nga fucking dera dhe brenda e shtëpisë tonë. Nga dera e brenda. Nuk jemi nga dera e jashtë. Amerikanët janë nga dera jashtë dhe cuaj dhe prosperojnë dhe hecin në jetën e tyre. La, kam komshinu andej Stefanin. Po ajo është përballë me mua. Ajo është përballë me mua dhe unë kam billin edhe të tjerë komshin këtej. Po ajo është përballë me mua. Ajo shikon shtëpinë time, unë shikoj shtëpinë e saj kur dal në dritare, apo kur hap derën e jashtme. E kur jam në dritare që pi një kafe, një gjë, duhet ta shikoj kornizë shtëpinë e saj, barin dhe gjitha. Se qa fucking bën Stefania brenda shtëpisë, I don't care, se unë se hap derën vete brenda tek ajo, se hap derën time. Shikoj se si jetoj unë brenda. Si jetoj unë brenda është punë për mua. Si jeton ajo brenda është punë për fucking atë. Unë dua barin dhe ajo do barin nga dera jashtë. Të bëjmë kujdes për pronën e përbashkët. Për pronën e përbashkët. Atje. Po shqiptari ishtë ne jemi të tërë nga dera e brenda. Edhe di qa, po rritet një brez që thoshim atere saj, donte shejtani të hyri 45 vjetë që ndajmë me Enverin, sa ndajmë që në komunizëm, se 20 në një me Enverin, një 50 me... një 50 në një me Ramizin. Po sa deshte shejtani, thoshim atere, sa deshte shejtani që tyri, a i do dhe dali, jo. O ka bërë shejtan, ky Rama ka krijuar një brez sëri që vetëm din të lëpin, e të flasin bukur, e të lustrojnë, oh my god. Që t'i vë pikën muhabetit, mos umbisni 5 bilion dollarshin, mos e umbisni është gjë, unë ja u the me shpirt, po bëri Zorti, jam i pari, po bë me parametra qa dua nga Ivanka dhe në gjeret kushtin nga presidenti Trump, if they gonna get the Sazan Island, which 200% it's gonna be amazing. Get it. Get it, man. I guarantee you, I'll be the first one to enjoy 3-4 days in the island there. Or 3-4 days in Nartas Vërnec. And the other bullshit, që po vinë ata i ka pajisur ata të Nartës, atje 2-3 familje kanë qenë, tani janë bërë 50 familje greke. 200-300 familje janë bërë tërë grek ata. Ku bët tërë grek ju e? Që nesë pas nesë t'i kërkoj greku tokat. Menis, kjo që ka ardhi Ivanka të vi prap të kjo që ta mbyllu muhabetin të ara pap. Është amazing dhe na ka rënë telebingua si popull, atje 10.000 veta do futen punë. Te 12.000 shqiptare do pagon, do marrin pagat majme. Ja u thot Altinit garantuar. Botoni për atë dhe shikoni në për letra. E djova një thoshte, jo, dua unë të bet! Se u ktheva prap, se pashin a këta very nice guy, i pëlqej se kam pinja 2 herë kafe me atë. Dua të bet hoteli, të bet resorti e kështu, po jo nga këta batakçi. Po vajta atje lartë pushtet, nuk vete do të pa u bërë batakçi. Të tërë do kalojnë të batakçi lane. Të gjithë do kalojnë, do jenë badakçi, do kalojnë të badakçi lane, o të Mascara Lake way, so you can become somebody. Nuk bësh do të ndryshe. E money it's very addictive. E si po ju let ashti, Flamingo do i kemi si shpirt, shko si kanë zgurdulluar syrta, am flaminged up. Ky tjetërim ka ikur për plazh, njerim ka ikur për plazh, vetë jam këtu me zojt. Living the life, living the dream, smoking cigara, enjoy the weekend, take care everyone, edhe pray every day, I hope the resort is gonna get done over there. Dhe mos u infektoni me këta New York, Bostoni, shindani a dy në Boston as lafe s'dinin bënin bashkë, ty lafe nuk dinin bënin bashkë, dy. Kështu. Okay, see you in next one, every other week.